Në kohën kur bota po përballet me sulme të pareshtura terroriste, as Kosova nuk mund të jetë imune. Ministri i Brendshëm Skënder Hyjseni ka shfaqur shqetësimin për numrin e kosovarëve që sot luftojnë në Siri e Irak dhe për numrin e atyre që po indoktrinohen në frymën terroriste. Hyjseni sot u përball me një varg pyetjesh të anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri. Ndonë se së fundmi asnjë qytetar i Kosovës nuk i është bashkuar luftrave të huaja, megjithatë, aktiv në luftrat në Siri dhe Irak tani për tani janë 70 luftëtar. Përveç luftëtarve atje gjenden edhe 38 gra dhe 27 fëmijë. Këto shifra i publikoi Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyjseni gjatë raportimit para anëtarëve të Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe mbikëqyrjen e FSK-s. Tha se gjendja e sigurisë është nën kontroll, për atë sa është e mundshme. Në Siri dhe Irak janë 70 luftëtarë aktiv nga Kosova. Fatkeqësisht janë po ashtu edhe 38 individ të gjinisë femrore dhe 27 fëmijë në zonën e konfliktit. Janë 57 shtetas të Republikës të Kosovës, të cilët janë shpallur, janë deklaruar të vdekur. Nga viti 2013 janë arrestuar gjithsej 102 persona dhe në mesin e këtyre ndaj 70 të tillëve janë ngrit akt akuza, ndërkohë që deri më tani janë dënuar 34. Por shqetësim sipas ministrit të Brendshëm Hyjseni përbën përhapja ideve radikale nëpër burgjet e Kosovës, ku po i vuajnë dënime të akuzuarit për terrorizëm. Është problem kjo çështja e radikalizimit në burgje. Kjo është arsyeja pse ne kemi filluar tashmë të mendojmë dhe të bëjmë plane shumë serioze si të qasim me radikalizimit në burgje. E përmena qëllimisht që ta jap alarmin që është problem me cilin mund të përballë. Tashmë i kemi rreth 40 të dënuar që do të vuajnë burgun në burgjet e Kosovës dhe ne duhet të sigurohemi që ata njerëz të reintegrohen në shoqërinë e Kosovës shëndetshme, jo të radikalizohen më tej, ose edhe më keq. Të bëjnë edhe shok. Interesimi për të bërë pyetje anëtarëve të Komisionit për Punë të Brendshme për çështje të ndryshme të sigurisë ishte tejet i madh. A jeni duke ndërmarrë diçka konkret për kthimin e grave dhe fëmijëve nga ato zona? Nëse jo na shtat grave, të paktën për fëmijët, me që ata janë të pavetëdijshëm se gjenden atje. Ne bëjmë përpjekje të vazhdueshme që t'i kthejmë të gjithë, jo vetëm fëmijët. Mirë po, në masën më të madhe përpjekjet pa sukses. Është dëbuar zyrtarët e lëvizjes vetëndosje nga Republika e Shqipërisë dhe asnjëherë, as nuk është dëbuar, nuk e di që do të ketë që ka ndonjë vendim për dëbim as te Marko Gjuriqit, i cili asnjëherë s'e pyet qeverinë e Kosovës, as Ministrinë e Punëve të Brendshme, as te zyrtarëve tjerë. Sa i përket ndalimit hyrjes së aktivistëve të vetëvendosjes, unë kam kërkuar sqarime nga policia, kam kërkuar raport pasi që ka ndodhur. Dhe më është thonë, po citoj, që çdo gjë është bërë në pajtim rigoroz me ligjin dhe në koordinim të ngushtë me prokurorin. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyjseni po ashtu e quajti shqetësuese gjendjen e sigurisë në komunikacion, duke thënë se duhen ndryshime në legjislacion në mënyrë që të reduktohen aksidentet e shumta që shumica po përfundojnë me fatalitet.